Moti i përkeqësuar në qytet dhe rreshjet e shiut me intensitet të ulët deri në mesatar kanë shkaktuar në Vlorë një sër problematikash, për shkak edhe të erës së fortë bregdetare. Kryesisht në disa blloqe banimi në qytet ka patur rrëzim të disa pemëve, por edhe shtyllave të ndriçimit rrugor, të cilat janë rrëzuar në segmente rrugore. Në brendësi të bllokut të banimit Rilindja është rrëzuar një pemë pranë segmentit rrugor që fillon prej shkollës nëntëvjeçare 24 Maj për të dalë te kryqëzimi i kishës ortodokse. Si rrjedhoi rrëzimit të kësaj peme, më pas janë rrëzuar edhe 2 shtylla të ndriçimit rrugor. Një prej tyre është dëmtuar nga pema e rrëzuar dhe tjetra është tërhequr poshtë prej kabllove që kanë qenë të lidhur. Për shkak të rrëzimit të shtyllave të ndriçimit rrugor, disa prej kabllove elektrik kanë përfunduar për tokë. Pas lajmërimit nga banorët e zonës dhe kalimtarët e rastit, punojësit e gjelbërimit të Bashkisë Vlorë kanë shkuar në zonë duke mundësuar prerjen e pemës për të lehtësuar edhe qarkullimin në vendkalimin e këmbësorëve. Gjithashtu, kanë ndërhyrë edhe punojësit e OSHE, të cilët kanë bërë të mundur largimin e kabllove elektrike, të cilat kishin rënë në rrugën e automjeteve. Për shkak të motit të përkeqësuar në qytet, sipas informacioneve, ka patur edhe disa pemë të llojit pish, të cilat janë rrëzuar në brendësi të territorit të pyllit të sodës. Gjithashtu, për shkak të erës së fortë bregdetare, ka patur dëmtime në pjesët e dekorit të disa bizneseve, kryesisht në vijën e Bregdetit. Dëmtime këto si në vazo lulesh, tabela informuese, pjesë të ndriçimit apo çadra. Siç raportohet, ka patur dëmtime edhe në disa prej fasadave të jashtme, kryesisht ato të xhamit, të bizneseve në vijën e parë të Bregdetit, në lungomare apo edhe tendave që përdoren për klientët, pasi në Bregdet intensiteti i erës është shtuar së tepërmi, duke arritur deri në shpejtësinë 35 metër për sekond.